Shqiptaro-Amerikani Salorusi zgjedh përshitje për 4 milion euro vilën e ish bosit mafjas. Rezidenca famkeqe në State Island, e ndërtuar nga një prej emrave më të fuqishëm të mafjas amerikane, Big Paul Castellano, është nxjerrë sërish në shitje. Pronari aktual, biznesmeni shqiptar-amerikan Selim apo Salorusi, kërkon $13,995,000, rreth 4 milion më pak se çmimi prej 18 milionësh me cilin prona ishte ofruar në vitin 2024. Rezidenca ndodhet në 177 Benedict Road, Todd Hill, në një prej zonave më ekskluzive të State Island, e njohur prej dekadash si shtëpia e parë e mafjas. Ajo projektua nga Castellano për të ngjarë shtëpisë së parë në Washington me kolonat karakteristike dhe rrugën rrethore përpara hyrjes. Castellano e porositi ndërtimin në vitin 1976 pasi pasoi Carlo Gambino në drejtimin e familjes Gambino. Rezidenca përfundoi në vitin 1980 dhe u bë jo vetëm shtëpia e tij, por dhe një nga qendrat nga ku drejtonte aktivitetet e familjes kriminale. Më 16 dhjetor 1985, Castellano u vra jashtë restorantit Spark Steakhouse në Manhattan në një atentat organizuar nga njerëzit e John Gottit, i cili më pas mori kontrollin e familjes Gambino. Një kapitull tjetër për rezidencën nisi në vitin 2000, kur ajo ble për $3.1 milion nga Salorusi, emigranti shqiptar. Gjatë viteve, familja Rusi e zgjeroi dhe transformoi ndjeshëm pronën nga rreth 11.000 këmbë katrore square feet në zonën e Castellanos. Rezidenca sot ka arritur në 33.000 square feet, mbi afro 1.6 akra tokë. Ajo përmban 25 dhoma, 8 dhoma gjumi me banjo private dhe gjithsej 17 banjo. Kompleksi përfshin 2 pishinat për masave olimpike, një të brendshme, një të jashtme, garazh për 13 makina, kinema private, palestër me sauna, sallon bukurie, bodrum vere, solarium dhe 2 kuzhina. Sipas agentit të shitjes, vetëm kuzhina e re në nivelin e poshtëm ka kushtuar mbi $1 milion. Prona është ofruar për $16.8 milion në vitin 23, për 18 në vitin 2024, tani është rikthyer në treg për $13.995.000. Agjentët vlerësojnë se vetëm ndërtimi i sot i një kompleksi të 2 për masa standarde do të kushtonte $30 milion.